Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në leksionin e radhës në gjithçka rreth Deutschland. Në këtë leksion do të mësojmë si të shkruajmë një letër. Çfarë duhet të kemi parasysh dhe rregullat që duhet të ndjekim. Briefschreiben. Të shkruajmë një letër. An Freunde oder Familie. Për letrën do ja shkruajmë familjarëve ton ose miqve tanë. Ndryshon letra jo zyrtare nga letra zyrtare. Le të ndjekim një shembull. Beispiel. Liebe Mia, wie geht es dir? Wir haben seit den Sommerferien nichts mehr voneinander gehört. Du gehst doch nun auch aufs Gymnasium. Mir hat das Gymnasium besonders gut gefallen. Ich bin mir sicher, du wirst dich dort auch wohlfühlen. Ich werde leider nächsten Sommer nicht zu euch fahren. Die nächsten Sommerferien verbringe ich bei einer Gastfamilie in England. Ich will meine Sprachkenntnisse verbessern. Schreib mir doch mal. Ich wüsste gern, was bei dir so los ist. Liebe Grüße. Maja. Siç dhe e pat, letra fillon gjithnjë me personin të cilit po ja drejtojmë letrën. Anrede. Meqense është letër jo zyrtare, shkruajmë liebe Alex, liebe Mia. I dashur Alex, e dashur Mia. Nächste Zeile wird klein geschrieben. Fjalia që shoqëron shkruhet me të vogël. Me shkronjë të vogël. Wie geht es dir? Wir haben seit den Sommerferien nicht mehr voneinander gehört. Du gehst doch nun aufs Gymnasium. Si je ti? Ne nuk kemi dëgjuar më për njëri tjetrin që prej verës së kaluar. Kur shkruani një letër, mundohuni gjithnjë të lidhni fjalit me njëra tjetrën pa I prishur kuptimin letrës. Mir hat das Gymnasium besonders gut gefallen. Ich bin mir sicher, du wirst dich dort auch wohlfühlen. Pra, pika lidhëse e dy fjalive është gjimnazi. Mia po shkon në gjimnaz, ndërsa Maja po mundohet ta inkurajojë, duke thënë që dhe asaj I ka pëlqyer shumë gjimnazi. Përkthimi I fjalisë së mësipërme. Mua më ka pëlqyer shumë gjimnazi. Jam e bindur se edhe ti do ndjehesh mirë në gjimnaz. Mundohuni të përmbaheni tekstit dhe të shprehni empatinë për personin të cilit po I shkruani letrën. Mos harroni që kjo është një letër personale, nuk është një letër zyrtare, dhe mund të shkruani çdo dëshirë ose ndjenjë që keni.
Në letrat jo zyrtare nuk jeni të kufizuar, jeni të lirë të shkruani çfarë dëshironi. E rëndësishme është që fjalitë të kenë lidhje midis njëra tjetrës. Më pas përshkruani shkurtimisht diçka që po ndodh në jetën tuaj. Duhet të keni parasysh që letrën po ja dërgoni dikujt që keni shumë kohë pa pasur kontakt, pra dikujt të cilit nuk mund të kontaktoni me telefon. Ich werde leider nächsten Sommer nicht zu euch fahren. Die nächsten Sommerferien verbringe ich bei einer Gastfamilie in England. Ich will meine Sprachkenntnisse verbessern. Verë së ardhshme, për fat të keq, nuk do të udhtoj tek ju. Pushimet e ardhshme të verës do t'i kaloj tek një familje mikpritëse në Angli. Unë dua të përmirësoj njohuritë e mia të gjuhës, në këtë rast anglishtes. Schreib mir doch mal, ich wüsste gern, was bei dir so los ist. Më shkruaj ndonjëherë, do dëshiroj të dija se çfarë të rejash kemi nga ty. Për letrat personale, mundohuni t'i mbyllni përzemërsisht. Nëse është një shok i largët, bën përjashtim nga ky rregull. Letra, në rastin e një shoku të largët, mbyllet me file gryse. Fjalë për fjalë në shqip përkthehet shumë përshëndetje. Ndërsa një letër miqësore ose që ja dërgoni familjes mbyllet me libe gryse. Ose bis bald. Bis bald do të thotë takohemi së shpejti. Ju këshillojmë të mësoni tekstin përmendësh dhe të mundoni ta rishkruani disa herë atë. Të dini të shkruani një letër në gjermanisht është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye, në shumicën e provimeve gjermanisht, një ndër ushtrimet është si të shkruajmë një letër. Në këtë mësim mësuam si të shkruajmë një letër jo zyrtare, pra një letër miqve tonë. Në mësimin e ardhshëm do të mësojmë si të shkruajmë një email zyrtar. Siç e dim, komunikimi zyrtar bëhet kryesisht nëpërmjet emailit. Për këtë arsye, kemi përzgjedhur që leksionin e ardhshëm të shpjegojmë si të shkruani një email zyrtar. Ju falenderojmë për shikimin. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të abononi në faqen tonë YouTube. Çdo komenti juaj, si dhe sugjerime për tema të reja janë të mirëpritura. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në faqen tonë Facebook, ku mund të lexoni çdo ditë informacione interesante mbi Gjermaninë. Miru dëgjofshim në leksionin e ardhshëm.